Shqipëria një gjë është fakt. Unë nuk e besoj dot, po themi nga para edhe nga sot me distancë edhe pa jetuar atë periudhë, pra për shkak të moshës. Unë nuk e besoj dot që mund të ketë qenë një pilotim, sepse ka pasur një reagim, po themi, popullor të reagimi popullor ishte. Po, por një gjë është e ditur që ka prodhuar pasoja sot për shoqërinë. Dhe reagimi popullor ka qenë në raport me dekomunistizimin. Dekomunistizimin. Pra Shqipëria ka këtë problem që Shqipëria nuk është dekomunistizuar. Faleminderit. As në mendësi, as në ndëshkimin, po themi, apo në distancimin e elementeve që kanë të bëjnë me gjithë mundësinë komuniste, po sidomos shikojeni pak sot është në fakt është kriminale, edhe këtu ka një përgjegjësi të rëndësishme edhe Partia Demokratike. Pra Partia Socialiste, pra kjo që është sot për lindje quheni çfarë doni, pra ka ngritur disa simbolika të vetat që e mbajnë, po themi, nostalgjin për komunizmin gjallë. Shtëpia me gjethe, bunkarti, elementet e vetë të cilët... Ato e muzeumi në gjithë botën. Jo, dakord. Nuk po themon që nuk i mbajnë. Ato duhet jenë si kujtesë. Po ndërkohë, nga ana tjetër, duhet ishin shumë përpara dhe Partia Demokratike duhet e kishte bërë. Duhet ishte muze shumë i rëndësishëm, muzeu i vuajtjeve në Spaç apo ja. Spaç, padyshim, Burreli. Duhet ishte shumë i rëndësishëm Burreli, Vloçishti për kampin e fushës së Maliqit apo kampit e Pelenës, pra këto duhet ishin sepse kanë bënë me vuajtjet njerëzore. Ti këtu ke mira njerëz që nuk gjejnë dot të takën, ka shumë tjerë që janë vrarë, kanë vuajtur etj. Dhe në këtë kuptim ka dhe një element tjetër që unë besoj që se ju kam ndjek edhe në hapësirën publike te këto që kanë bënë me dosjet, ti ke pasur pra po të lexosh, po themi, monument për që është atë dhe flumi për, po themi, vuajtjet njerëzore. Që po të shohësh se si përballej me njerëzit që e kishin dëshkuar që ishin prapë në sistem. Po lexoja Lubonjën kur isha aty. Lubonja ka një nga librat më të mirë. Po lexoja disa edhe ridënimin, po. Pra ti në momentin që shkoi kërkoi në gjykatë të lartë, po themi, një për të marrë dokumentacionin, ishte personi që ishte dënuar apo ishte përfshirë gjatë procesin e vetë kohën e komunizmit. Pra që të gjithë, po themi, njerëzit që kanë pasur, po themi, kapjet caktuara në atë sistem, kanë mbetur prapë pa pasur asnjë lloj, po themi, jo ndëshkimi, po janë jo ndëshkim që jo, kanë pas promovim dhe nuk kanë pas asnjë pasojë, ndëshkim moral.